ndodh që dikush të jetë në fetë Allahut Azza wa Jall e pastaj ta lënë atë. Nga se ai rob që e din çka është feja Allahut subhanahu wa taala dhe e din çka është kufri, ai nuk mund të kthehej dhe ta lë fenë e Allahut Azza wa Jall. Përveç një njeriu që në zemrën e tij ka dyshime, në zemrën e tij nuk ka bindje të plotë ndaj Allahut Azza wa Jall. Ai person mund të bëjë këtë veprim. Atë person mund të bëjë këtë veprim. Ose një person i cili në esencë nuk është besimtar. Në esencë nuk ka qenë kurrë në fetë Allahut Azza wa Jall. Kjo çka po shihet për shembull në kohët e fundit dhe që po jepet pompozitet, edhe pse është një dukuri shumë e rrallë, thotë nëse merr në përgjithësi do të numrin e popullsisë, ajo që po shihet në disa konvertime, disa veprimet që me cilë janë renegate, thotë kur njerëzit bëjnë irtidad, thotë dalin nga feja Allahut subhanahu wa taala, mund të them lirisht që deri tani prej rasteve që kam pa, 100% prej tyre kanë qenë persona të cilët nuk kanë qenë të njohur si besimtar. Nuk kanë qenë njerëz të cilët e kanë ditë fenë Allahut subhanahu wa taala, e kanë praktikuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Mund të kenë qenë njerëz të cilët nominalisht, do thotë, vetëm në emër kanë qenë musliman. Mirë po në praktik apo në dituri nuk kanë qenë fare, nuk e kanë ditur se çka është feja Allahut subhanahu wa taala, që pastaj ta lënë atë. Dhe nëse i sheh komentet e tyre dhe pretendimet e tyre, e sheh që janë të bazuara në ignorancë të thellë dhe në urrëtie të asaj të panjohurës të fesë Allahut subhanahu wa taala. Nuk e njohin fenë Allahut dhe e urrejnë atë në mënyrë patologjike. Patologjike dhe në mënyrë të rrajshme, duke u bazuar në rranat dhe në mashtrime.